studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ronaldo Sharka. Mirëmëngjesi, ditë mbar për ju dhe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit. Sot në Live from Tiranë do të jetë i ftuar Marius Dervishi, njohur si Zebervogi, i cili është një nga efektivet e policisë së shtetit. Është akoma apo është ish? Është ende, është pashtu aktor, producent dhe ish banor i vëllait të madh VIP. Po, e mbaj mend. Kështu që do të patë atë deklaratën para ca ditësh që do hiqte dorë nga. Po, dha një ftim, por edhe këtu po të kërkosh dorëheqjen, të presësh një herë se ka rregulla puna, kështu që. Okej, shumë mirë. Shumë mirë. Atëherë, kemi fitues. Kemi fitues me padiskutim, fiton Valbona me numrin që mbaron me 424. Pyetja e pamundur ishte, janë të vetmit gjitar që mund ta shtyjnë qëllimisht këtë. Flasim për njerëzit, pra për ne që shtyn orarin e gjumit. Kaq e thjesht ishte. Vetëm ne shtym orarin e gjumit. Absolutisht. Kafshët të thjesht flejnë ose zgjohen dhe ndjekin atë ciklin perfekt të tyre, kurse ne kemi disa për ciklin e macës time që vëbas tani është duke fjetur. Po macet në 9 vite jetë, 7 i kanë kaluar duke fjetur sipas shkencës. Se kanë dëgjuar të këngën e Bon Jovit ato, Sleep When I'm Dead? Jo. I live when I'm alive. Të shikojnë kështu, nëse mundohesh t'ja thuash e thojnë po mirë, po ja fuzi gjumë. Okej. Shumë mirë, kemi edhe një fitues të anagramës, 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane. Shkojnë për numrin që mbaron me 236. I përket Dautit, zotit Daut, i cili ka thënë bisedim. Bisedime. Po. Kështu që Miss Debi ishte bisedim, bravo Daut, ke fituar 100 euro. Bezdime. Bezdi, po. Bezdisje. Dhe Valbona është gjithashtu fituese e kuicit të fundit që kemi çdo mëngjes. Është Valbona me numrin që mbaron me 424, e cila na ka shkruar se Gigi Agostino, l'amour toujours. Gigi D'Agostino, l'amour toujours, ikonico, ka pas qenë ikonik gjithë gjonin. Edhe gjyshej me gjënte shumë. Ka qenë ai edhe një tjetër që tani nuk po më vjen në mend. Gabri Ponte. Gabri Ponte, po. Esatto, kanë qenë Festival Bar edhe këto Fiorello në ato vite edhe këto të dy ishin. Gabri Ponte ka qenë ai Eiffel, no? Po, 65. Po. I'm blue da burira. Po, Oto 3. Jo, ato nuk i kisha, no. Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Ti nuk e ke iden fare, Ronaldo? Jo, po shova të ruazat e Blendit i ka si Rama, se dhe i ka shumë. Jo, më si kam si Rama. Jo, e keni ngjarën shumë, se dhe i dorën e ka plot me kështu si këto ruazat. Nuk e di ku mund të keni. Pse më i ka si Rama. Jo, po më pyeti për këngën. Çdo gjë si Rama më zotri. Jo, i keni të ngjatë. Po pse i prek ku stikletos duket? Jo, nuk i si, do të heq fare tash. Jo. Do e dile nga situata se nuk i njeh këto artistët edhe. Ja më këta edhe i bën këtë gjë Blendi. Po tash njeriu është egoist. Maneskin. Gjëra të reja, gjëra të Ronaldo është me të renë, është me të fundit, kështu që tani Italia po prodhon rock, është bota është kthyer përmbys, domethënë. Nga rocku vjen nga Italia, e kupton, vera e mirë nga Kina, nuk e di. Nuk e di Blendi, me vërtet faktikisht po përmbyset gjithçka. Edhe makinat e mira nga Kina, po na vin nga Korea, nuk e dihet nga ku vend azjatik. Ferrari duket si makinë koreane. Po. Oj, erdhi fundi. Atëherë, jo, i kisha për emisionin. Erdhi fundi i emisionit Gigi D'Agostino me këtë L'amour toujours. L'amour toujours. Kënga e fundit për sot, do takojmë sërish nesër, ju lë me Ronaldo në Live from Tirana nis me njëherë mbas lajmeve të orës 10 në Top Albania Radio. Ikëm ne. Bye bye. Bye, shihemi nesër.